Ambasadori i Republikës së Italisë në Maqedoninë e Veriut, Paolo Palminteri, realizoi sot një vizitë përuruese në komunën e Gostivarit, ku prit nga kryetari i komunës Valbon Limani. Gjatë takimit, ambasadori Palminteri ritheksoi mbështetjen e vazhdueshme të shtetit italian për Maqedoninë e Veriut me theks të veçantë në forcimin e bashkëpunimit me komunën e Gostivarit. Ai shprehu interesimin për të kontribuar në procesin e mësimit dhe përfshirjes së gjuhës italiane në shkollat në vend, si një ulë lidhëse mes dy vendeve. Ambasadori vlerësoi lart edhe rolin e qytetarëve nga kjo komunë, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Itali, duke theksuar se ata janë bërë pjesë e rëndësishme e shoqërisë italiane dhe japin kontribut të çmuar në ekonomi, sport dhe kulturë. Sono molto contento di essere oggi a Gostivar, anche se... Shumë lumtur që jam sot në Gostivar, edhe pse njoh mirë kryetarin e komunës, i cili është një mik i ambasadës, por nuk kam pasur mundësinë deri sot të bëj një vizitë zyrtare. Periudha zgjedhore e ka vonuar vizitën time zyrtare këtu, por sot jam këtu në një vizitë zyrtare duke munduar të vazhdoj bashkëpunimin me qytetin e Gostivarit. Edhe pse kjo zonë e Maqedonisë së Veriut ka një marrëdhënie shumë të thellë me Italinë, po gjithashtu edhe Italia ka një marrëdhënie shumë të thellë me shqiptarët. Shpresojmë ta thellojmë dhe ta forcojmë mësimin e gjuhës italiane në këtë zonë, gjithashtu edhe të sillim investime italiane në këtë zonë, duke bërë kështu që të thellojmë marrëdhëniet mes Italisë dhe Maqedonisë së Veriut edhe më shumë. Nga ana e tij, kryetari Valbon Limani shprehu mirënjohje për vizitën dhe mbështetjen e vazhdueshme të Italisë. Ai e informoi ambasadorin për zhvillimet aktuale në komunë, funksionimin e administratës pas zgjedhjeve të fundit lokale, si dhe për sfidat me të cilat përballet pushteti vendor në këtë periudhë. Fillimin e mësimit të gjuhës italiane në shkollat fillore, gjithashtu edhe për mundësitë e investimit të investitorëve italian, duke ditur se një numër i madh i qytetarëve të Gostivarit i kemi me punë të përkohshme në Itali, biseduam për të gjithë sfidat me të cilat ballafaqohen edhe ato dhe besoj që kjo lidhje dhe ky bashkëpunim do të forcohet në të ardhmen. Takimi u vlerësua si një hap i rëndësishëm drejt thellimit të bashkëpunimit ndërinstitucional dhe forcimit të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve.